involvoj institucione se KLSH-ja. E ka KLSH-ja. Sepse me ligj KLSH-s i është dhënë drejta të ketë akses në sistemin IT-s, në NKAC, tatimeve. Pra, në rastet të tilla, duhet që angazhimi, ndërgjegjësimi që duhet të bëj deputetët e opozitës, aq deputet sa jeni atje, ju të partisë më të madhe të opozitës, duhet ishte tjetër gjë. Nuk mund të ishte thjesht një moment komision që nuk i shef kush, por ju duhet kishit mbledh ekspertën tryeza dhe duhet kishit krijuar ju tryeza publike me ekspertët, ata që vinin, ata që kanë frikë mos vinë, dhe ka boll ekspert që vinë, që të diskutojë kjo çështje. Sepse ka diçka, ajo nuk është e keqe në një pjesë të saj, por është shumë e keqe në disa momente tjera që nuk flitet. Është shumë e keqe kur thuhet se ne do të kompensojmë ty TVSH-n pa ta kontrolluar atë TVSH-n. Është shumë e keqe kur flasim sepse ka momente që thot, edhe nëse je në hetim ti gjatë periudhës që kërkon shuarje, po ku e di subjekti që është në hetim? Do marrim ne do ta i vërtetim gjykata prokurori. Por prokuroria ne dim shumë mirë që për shumë çështje regjistron veprën, po jo subjekt. Dhe ka plot hetime që nuk mund ta thotë ai po tetoj unë ty sepse ai mund të tetojë është duke hetuar subjektin metoda proaktive për shembull, që është përgjime të ande. Pra ka shumë momentume teknike dhe çështje teknike, të cilat duhet ishin bërë shumë publike dhe opozita duhet të qenë shumë aktive. Shumë aktive për këtë gjë. Nëse flasim te pjesa e shuarjes së detyrimeve. Pra nuk mund të ishte kaq apatike opozita për qëllim politik apo qasje praktike. Shkresa që ka bërë Jorida, mu duk shkresa më me vlerë. Sepse në ti duhet ndaj mendje dhe opozita tash se ka dhe diçka. Dyja rrugët, o ti nuk e nje dhe bën atë rrugën që bën Jorida, që është bën letër Bashkimit Evropian që është shumë e mirë, që ata informohen që këtu po ndodhi kasapan, ose pastaj ti e nje dhe bën propozime për ndryshim e ligj. Të dyja nuk mund të funksionojnë, në opinionin tim. Ju keni opinionin tuaj. Në opinionin tim nuk mund të jemi edhe kështu edhe ashtu. Okej, Bozdo? Është opinioni im. Atëre, stop. Në radhë parë, ne dim që ata kanë gjithë forcën për ta kaluar këtë gjë me kartona. Kështu që, domethënë që të flasim të rim që jemi kundër. Mos shkoni në parlament ata kanë fuqi të kalojnë çdo lloj ligji, mos shkoni fare, mos e merrni as rrogën, fare. Tash, kjo pjesa ata do i kalojnë gjitha patjetër, kanë 80 vota. Ja ta dëgjojmë vetëm në replikën në pris. Kanë 80 vota normal që kanë gjithë. Dakor, po në rregull, po patjetër. Dhe nëse atëre ne dim që kjo gjë do kaloj. Në rastin që kjo gjë do kaloj, unë dua të bëjmë absolutisht transparencën maksimale për të kuptuar se kujt i shkon kjo gjë. Është një gjë të thuash që unë nuk jam dakord fare, dhe këtë kemi thënë se jemi në princip me këtë gjë. Dakord? Është një gjë të ngresh alarmin e pastrimit parave etj, dhe është një gjë tjetër ti kërkosh atij që të bëhet. Tani kthehemi tek ajo që thotë Bersida. Faqja këtu bëhet fjalë për 80.000, në fakt janë 200.000 përfitues. Nga cilët 80.000 janë aktiv. Nga cilët në faqe ti nuk gjen as 1.000 ndoshta. Dakord? Dhe ajo faqe sigurisht atëherë kallzoni penalisht. Një sekond. Atëherë kallzoni penalisht dhe bëni një opozicion të fortë, kështu. Po prit një sekond. Çfarë? Nuk ka shkel ligjin. Dhe ligji e ka taksative. Por këtu institucionet shkelin ligjin çdo ditë. Unë dua që ta bëj të detyruar në ligj që ai 3.000, po jo më pak se ata që fitojnë 50.000 euro, ti publikoj aty me një herë. Nëse nuk e bëj këtë, s'ka për ta bërë. Do thotë i ketë tatimet dhe tatimet nuk janë. Tani unë se kuptoj pse dhe thënë diçka. Shfrytëzoni gjithë targat që keni, nëse tatimet kanë shkel ligjin dhe nuk publikohet lista debitorëve. Sepse lista debitorëve publikohet për një arsye, pra që do të shfrytëzojnë të tëra. Mos futesh në marrëdhënie me një debitor, pra ka shumë qëllime ajo gjë. Ne po flasim, nëse tatimet kanë shkelur ligjin, kjo është tjetër histori. Ne po flasim për këtë projekt ligj. Jo, kjo është historia juaj, nëse ju i monitoroni ata, nuk e monitorojmë ne nga rruga. Kjo është historia juaj, nëse ata kanë shkel ligjin dhe nuk e bëjnë këtë gjë. Ti zotri shko bë kallëzim penal atje për gjithë, shkoni gjithë ata 50 deputetët që jeni atje. Po patjetër mund ta bëjmë këtë historia kështu. Që ne profesorën ton, vajtëm atje në komision, i tham peslafen edhe mbaroi historia. Jo, s'është, nuk është kështu. Ja ta dëgjoj Bozdo. Doni të vërtetën miku im. Jemi miq të dy, doni të vërtetën, për ne që e shohim dhe ju shohim në televizor. Sepse në komision është bërë një debat shumë i madh për këtë gjë, nëse do ta dish. Nuk e di sa i ke parë, se si ke parë nuk do të thotë që ke drejt.
Në komision është bërë debat shumë i madh. Unë personalisht kam bërë 2 deklarata shtypi nga kuvendin në lidhje me këtë. Je i vetmi ta thash që në fillim i vetmi. Një sekond, se s'është puna jam i vetmi apo jo. Janë të gjithë mbrapa meje. Po prit pra, një sekond. Tani të lutem, domethënë, është shumë e thjeshtë të marrim zjarre të themi kjo s'bën. Po unë po ta them, i marrim gjithë argumentat me radhë. Më that që i ke detyruar si ke të faqat tjerë, nuk janë të sakta, nuk janë të plota. Dhe bëhet fjalë këtu edhe për ata që kanë vite përpara. Në qoftë se ti mendon që unë bëj gabim që i kërkoj 3.000 emra dhe do 5.000 emra, ma thuaj kështu. Por 3.000 emra më të mëdhej, po si do qoftë të gjithë ata që nuk përfitojnë më pak se 50.000 euro, besoj futemi në konceptin e transparencës, po jo. Është një nivel i mirë. Që ti kemi këto emra, nuk i ka as tatimet për momentin dhe nuk është sigurt që ke për t'i parë tu ndonjëherë. Mënyra më e mirë për ta bërë këtë gjë dhe për ta çuar në ndjekje penale atë është ta shkruajmë në ligj. Po jo, nuk e duan, është tjetër histori. Dhe me siguri s'kam për të miratuar asgjë.